Përshëndetje gjithëve, kjo është pjesa 2 e pazarit tim këtu në Dubai. Atëherë, të shikojmë çfarë kam blejtë. Kam blejtë pjesa 2, kemi pra bukë, kjo lloj buke. Edhe kjo lloj buke, se na bon arabi gjë ato panine të mira. Pastaj, I don't like this. Si kam qef të pas ka blejt, I hate. Pas ka blejt të që unë i kam minat, nuk dhja si shumë. I don't like. Kemi blej avokado, për bu avokado toast me salmon. Kemi blej 2 bira analkolike, kjo nuk pin alkohol. Dhe unë, kur jam me këte mundu me mos e pi. Kemi blej të erza, që nuk e di ky hell në për pjata, nuk e di sfe për çfarë janë. Pastaj, këto janë longjit e mia të preferuara, janë me është long shalqiri, janë shumë të mira dhe më japin shumë energji për të përballuar jetën këtu në Dubai. O sa perime pas ka blejt. Duke që ka po ky pazarin. Ka blejt këta. Nuk e di si quhet kjo lulja. Ka blejt to. Nuk e di se çfarë janë. Oh my god. Mice. I tell us that you make the grocery because I have a lot of vegetables. You understand? Ka blejt to. Wow. Duke që se kam bo unë, ju thash. Një madhe e 2 vegjël për gjithë gustat. Pastaj kemi ble patate. A lot of things. Patate dhe një long me mango. Ky është e pazari, sa t'ju pëlqej, po ju pëlqeu këtë video, bëni like dhe comment. Okej, që të bëj edhe video tjera të tilla.